Ju që munoni që të ulni fshatin Rryllit, që t'i marrni pronat e fshatit Rryllit, se nuk do të arrini në asnjë moment. Që tha dhe Luciana, sot jena këtu para parlamentit ku me fjesë disa deputetëve të Partisë Koalësia kena pas mundësi që t'jemi prezent në parlamentin shqiptar, ku nuk e dini se kemi të nga kaluar si diskus jemi të prezent. Do t'i themi këtyre personave që mundohen që të flasin se policia shtetit e ka hyrë ndaj popullit të Rryllit siç e kanë shprehë që na izolu, jo, s'është e vërtetë. Ne arrim të bashkohemi edhe këtu tek parlamenti shqiptar ku kena sot, do vim nesër, do vim çdo ditë të tjera në protest, pavarësisht se njerëzit tani kanë edhe sezonin e punëve të tyre, por ne do të jena bashkë. Ju premtoj ju që munoni që të ulni fshatin Rryllit, që t'i marrni pronat e fshatit Rryllit, se nuk do të arrini në asnjë moment. Sot ka ardhur dita që të dëgjohemi në parlament, nesër do të jetë dita që ndoshta dikush do të flasë për Rryllit dhe do të shkojë drejtësia.